Sot ishte seanca e 35 dhe edhe njëherë u demonstrua publikisht që për lëvizjen vetëvendosje për Albin Kurtin, pushteti është më i rëndësishëm se shteti. Egoja është më e madhe se Kosova. Ambicia është më e madhe dhe më e rëndësishme se demokracia. Kjo situatë duhet të marrë fund dhe presim nga lëvizja vetëvendosje që të reflektojë. Kosova është buzë kolapsit. Çdo ditë kemi lajme, informata, konfirmime për dëmin e pariparueshëm që kjo situatë po i shkakton ekonomisë. Dje kam lajme të frikshme për krizën buzë kolapsit në sektorin e energjisë. Ftesë publike për reflektim. Mjaft është mjaft.